Jo, valla, shka me po, për shëndetje njerës. Hajde se vish po pres njëherë, dhe i sa të mledhje dhe do qëto. Deri sa të mledhje dhe do dhe më kallëzoni pak për juve diqka. Mirë se vini. Gona për shëndetje. Hajde ju që ashtu kur t'jeni merrni pak shemull të gona për shëndetni. Thuni diqka. Hajri e daft mirë koka ka janis, shumë mirë, perfekt. Lola për shëndetje dhe ty, Gon, faleminderit Zotit, sa vjet ju thom, kur ma mirë jo, kur ma mirë jo, kur ma mirë jo, ama gjithë pas ka pas njeri, ende me mësu diçka njetë, edhe jo që i kom mësu në shtatë gjitha, dhe ja kom dalë kështu komplet, emocionalisht të fjalla, se jeta është proces, sigurisht që kena për çdo ditë me mësu edhe diçka ma shumë, ama muj me thonë që faleminderit Zotit edhe mundit tem për mas, për kondrazi juve unë ku marrë përgjegjësi për veten teme edhe emocionet e mia, çështjen emocionale komplet, jetësore, edhe muj me thonë që kur ma mirë jo. Ama, është një kohë për momentin, është një kohë për momentin që ka ishtin shumë njerëzi me qitë ato qka e kanë mrenën, për që ata jam sot para juve këto, nuk po mojone me ju përgjigjë në tana ondë në përjetë sociale, si që pedeni mu jam gjithka bukur aktive, e si të mos në TikTok, Instagram, Facebook, jo qa ma po, është e pa mundur me ju përgjigju në krejt pyetjeve që i bani në për private, po për që ata hita në live këto, edhe ata që i kanë shtru ato pyetje me shpresë që janë këtu për ndryshej, edhe nëse s'janë shtrani jo edhe për ta. Për mu është më rëndësi që tashti nga ju që jeni qëto, për ata që kanë dëshirë me ndëgju me vëmendje edhe mës me ja fillu me budallaqe, rreni këtu, qëndroni me neve, mësoni diçka për vete. Për ata tjertë, vetëm vazhdoni, ju lutem, shkoni këqyoni diçka të sipërfaqes, se une aty këtu hi edhe kajera me muzikë, ju keni pa ndështë videot e fundit, hi edhe muzikë ngojna, edhe hi kur jam në muzikë, nështë ato këcy, gjitha i bojna, se dhon jam njeri si kur jo. Ama kur t'hi qështu me lajfa për qeshtjen emocionale dhe kur hi qështu me lajfa që m'intereson me ju përgjigj në pyetjet e juve, për krejt këta tjerë që nuk ju intereson kjo pjesë, mundën vetëm me vazhdu. Përshëndetje, a je martu me aki fëmi, absolut nuk është relevante, për që të qka pe flasën e sot, a jo me martu me, a kom fëmi, a kom prind, a më ka pru lejleku, thjesht në dëgjë me vëmendje, krejt diçka tjetër është më rëndësi për momentin për ty, nështë edhe më ke pa qëtë në TikTok. Ku muj me të kontaktu, mundi me më kontaktu atje në YouTube, ndër se cilin video që është në YouTube, e kam numrin kontaktus, ku mundi me më shenu në WhatsApp, ama vetëm ata me më shenu që jënë ka dojnë me punu me mu individualisht. Krejt ju tjertë që doli me më shenu sa e bukur, jam shkruni që to, edhe ato, ajo është një fakt që shihet të njerëzi, nuk keni nevoj me thonë 100 herë, se katuni i mirë ka lauz nuk të në thojnë. Pak hajgare, për krejt këto që ka doket njëri jashtë, mundi me thonë që to, edhe pse nuk e keni nevojën as me thonë mu, se që jam e bukur, ma keni të shmu jo, që ma keni shti vetën në qef, kështu me ka krejt, a vedi që po du t'na po i marrë mësysh vetit, ka një herë ka cilë na tu e prekunën, e në jo. Për që jam njeri maj mirin këtë bot, edhe ato e dije. Shka për dijo në shka mu. Kretë që to i dije, kretë që to s'kini nevoj me i thonë. Ajo që ka ushqehet një njeri prej aty në janë vlerësimi, mirënjohja, me tregu respekt për dikon që shfaqet që to siguron e për shemë që tashti, edhe me
me komplimentu për ato qka është njëri, jo që shoka doket njëri, jo qka posedon dikosh. Nuk mund është mi bo dikujna kompliment, mi thonë, halal të kofte ke bo një kërë 200.000 frank, bravo. Halal të kofte ke bo një shpiq aty, qajop, apo qaj, ish dikushi se e kisha e pove më qfar kjeri pozit ke, pove më qfar vila, pove qka posedon. Ato nuk janë kur gja heq. Për ato s'kini nevoj mi komplimentu njerëzit. Na njerëzit ushqemi prej respektit, prej komplimenteve qka është dikush, për ato qka je, jo për ato qka e kije. E si do mësone, nuk i du heq, vërtet nuk më interesojnë këto komplimentet, sa e bukur, qfar sysh, qfar ase, farkse, krejt është në regull. Se cili e kena bukurin tonë në vete, unë e kom qef me mdegju me vëmendje, edhe nëse do na i herë me më komplimentu për diqka, me më komplimentu për ato qka pe jap nga vetja, edhe qka po bërë që tashti me ty për shemull, kjo shfaqe jemja, apo qofta jo në YouTube që e lenin do një koment, apo në Instagram, apo në Facebook, apo në TikTok, ku do që tjetë. Amina nuk jam psikologe, jam hipnoterapiste, folë se bisedash edhe trajnirën zhvillimin shpirtëror, do me thonë mental coach. E gjithë puna jam e shkon drejtim psikologjisë, ama nuk jam psikologe. Jam edhe shumë mirëna me spiritualitetin, komplet jam në këto drejtime, qka mundën edhe ty, edhe gjithë kujna me hi në punë. Shumica për juve që më përcjellni, e keni pa njerëzit kur t'jam të fol, nështë është ko mirë mësë më shkru, se ta nëjësu një avledzoj komentet e pa lidhje. Kështu që kur jam të fol, ndëgjoni një herë, masa nëjna, kur t'filloj me ledzu komente, mundi me shenu se përbes nuk mëj me ledzu, edhe me fol edhe me ledzu, është e pa mundur. Shumica për juve, e keni pa një video që e kom postu në YouTube, që tashti video në fundit do me thonë, që e kom tregu pak një eksperiencë temen të asaj kohë zhvillimit personal. Ajo qka ju pesheni që aty në qatë video për shemull, për juve qka se keni pa hale, është nështë nuk është shumë interesant. Ajo qka unë e kom përshkru aty, ajo është një, nështë 20% gjithë asajna, qka kom dje unë edhe qka kom kalu në atë kohë. Qka jo me bindur që edhe shumica për juve i kaloni, po nuk e keni ndoshta guximin, apo aftësin, apo vetbesimin, me dal edhe me fol. Edhe nuk është e domosdoshme me dal krejt këtu për shemull, edhe me fol, aty vynë nështë ako pak ma shumë, edhe pse shumë mirë i shkon, ma mirë me dal nga me tregue për vetën diçka dhe eksperiencat e tona jetësore, se kërkush nuk e ka rafsh. Ato harrone ju që i shihni njerëzit që shdoke në për jetës sociale, që mundi me ditë që kam shefet mas ati personi për shemull. Pikrisht, në qatë kohën kërëne, e kom kalu e vetë procesin komplet, emocionalisht vetëm në forcat e minja personale, pikrisht paralel, në njëjtën kohë, këtu nështë jam konë të e përjetu të merën e botës, po kënenaj prap jom hinje, edhe jo mundu me qenë për juve këto. Bon vaki gjithë natën ke kajt, të kanë zonë sabahi që aty që të ju balafaqu me vetën, në mëngjes jom qu, jom vesh, jom dreq, edhe jo mundu me bo diqka edhe për njerëzit. Gjithë ato gjana që unë në qatë ko i kom mësue, u mundesha me transmitu të ju, unë e paguj për to, juve javë këmë dhonë falas, edhe vazhdoj një javë dhonë falas, o njerëzit, sepse dëshira jeme shumë e madhe është me pas shumë a shumë njerëzit që posedojnë rahati e shpirtit, edhe nuk e kanë të najtë nevojshme me i gjyku tjertë, me i shaj tjertë, me i para gjyku tjertë, me i nënqmu tjertë, se kjo është krejt një program që se cili e kena në vetën tonë, deri sa të riprogramojmë, edhe pastaj jetojna qështu të lirë, bre, emocionalisht, si kur havushi që absolut, edhe me pa, shka me pa, unë ju kom thonë edhe juve që të ashti, mu, së në mprejkë kur gjë mu, edhe foto va video nudo me mu shkep në përjetës sociale, se 5 pare si ja, edhe pse
ka shans në shta dikush me bo, ama është shumë e mundur që s'ka s'ndodh. Absolut nuk më prek kërkon heq. Po edhe unë mi pa dikujna, nuk më intereson marrë njerëzi shka ka bon dikush, pa ty t'ka me t'interesu qka ka bon aj tjetri, këqyre ti vetën tonë. Për deri sa na fokusin e kemi të tjertë, nëse ti e ki fokusin mi paragjyku dhe mi shaj tjertë, ti bërlogin tonë që e ki mrenan, je ka javgjun atyne edhe je ka ik vetë vetës. Nëse ti këqyr veç me medale, me qka buni qaj e qështa që kjo e pse qështu, ti do me thonë je ka ik vetë vetës tonë, mos e ik një vetës njerëzi. Del një vetës për balë. Qajo video që është në YouTube, shërben pikrisht për qëtë pjesë. Me i dalë vetës për balë. Mos mi t'interesu kush që ka thotë. Mos mi t'interesu kush që sho ka t'lendan. Po thjesht mi marë krejt këta njerëzit që t'lendojnë si mësim për tyje. Edhe me thonë ka dalë, okej, unë s'po du m'ja këthi me t'njejten mënyrë ati njerit, po pe këqyri pe liroj vetën pra anaj, se ko ka ato që o kam prek, kjo qashtë shumë që kjo farë situate, që kjo farë personi, do me thonë ko ka dikon në ndjen të unë që o ka dënë me dalë. Shpresoj që deri me këtu ishmi shumë të kjartë, edhe ma kjartë, edhe ma allakatunor që se unë ty ben dalë të kush me folë, edhe që ta ju kisha ljut. Mos komentani dikon në për rrjetet sociale, shkruje që të punë qështu, që sajna nuk i thojnë qashtu, që sajna i thojnë qashtu. Nuk jam ka du me kry shkollë gjuhës letrare në rrjetet sociale, sepse të shpia nuk jam rritë njerëzi të folë në gjuhën letrare, sikur muna me thonë është 95% e shoqërisë tonë. Kështu që kurse në veten, se mua ashtu kështu, une nuk e ndryshoj shfaqen teme. Kjo katunarja e lumartit edhe në honë me shku me jetu, se katunare ka me mit. Edhe ko me folë qështu, tamon qysh jam rrit. Ta shti bon vaki një theks është pak i komunës Deçanit, për që tjetë ka jam t'i gresh, bac. Një theks është pak i ati vendit ku kom qene martume, se njeri që aty ku jeton s'disa kohë normal që merë, pas ta jetojna jashtë, kena kontakte me Gjilanit, me Ferizajt, me të naunve, e merë një fjallë. Do me thonë, bohet bën vaki dialektit pak mishmash, qka nuk lun rëll qysh shfaqna, qysh folin gjuhë letrare, absolut nuk më shkan heq, mës me konë vetë vetja. Kështu që kursene, edhe këtë pjesën kursene, saj përket drejt shkrimit, shprehjes, se cili i kemi ato shprehjet e tona, dvendit tonë që jemi rritë. Okej? Tashti po mundona me ledzu pak, s'po kthejna për mas. Definitiv nuk po kthejna për mas, për që tu ko ka një... Ku shkojoj mëre aj koment, që pas ka thonë dikush u mytë të qelë, dikush që si profila fake edhe gjithë njëjten shprehje ka. Ti ke nevoj vetë për psikolog. O po more njerëzi kur kom pas nevoj e kom marrë ndimen. Shka atje në YouTube te deri që tash isha Allah e shku me këqyr eksperiencen teme, me depresionin, eksperiencen teme, me 8 operacione, me rehabilitime, me hapa, mdo këtë një gjysë apoteke, hapa e kom pi jetën teme, shka pidjone. Kreti keni në YouTube njerëzi, kur kom pas nevoj për psikolog, kom marrë ndim. Edhe tashti, që jam komplet e lirume emocionalisht, që di komplet qka me bo me veten, ndo njëherë është e pa mundur, nësa a mundet mjeku i zemrës me operu zemrën e vetë. Nuk mundet me parandalu dë gjana, mundet mu ushqyshen detshëm, mundet këtë, për nësi vjen puna mu operu, nuk mundet me operu veten. Personi po duhet me shku te tjetër kush, edhe unë njëjtja baj. Njëjtë, unë nuk hezitaj, mos me një dikush që jem ka marrë seansa psikologjike, sikur që shumica e shoqërisë tonë shqiptare e kanë ende atë frike, nuk zbon me di dikush që jem ka marrë seansa psikologjike, se thojnë pas ka lujt, ko ka tranu, pas ka lujt, ky pas ka lujt, aj. E ma i lujt një nër këta persona që i folë këto fjallë është vetë personi që i thot dikujna pas ke lujt. Edhe që pyetje mos e shtramo.
Kur të vish me naj profil tjetër fake, atëherë këqyr gjoja një tjetër. Jo, për nuk janë në keqe, po me që tu, apëdin, unë ta shti, që shme thonë, unë pe di, që, priti heki syzat, këqërme. Pa, ka ma perri edhe ma bukuri, jo. Syt jënë tek në sy, këqër një syt, s'ka ma të mirë. S'ka, u kry, me ka që u kryje. Tash pe dina që syti kom bukur, pe dina që jam e bukur, krejt, pe dina që jam shumë e mirë. U kry, s'kena nevoj me i thoni që njerët një tatë fjallë. Unë i thom një që njerët një tatë fjallë, sepse se cilit njeri i vynë pak ma shumë, deri sa të është i gatshëm, shpirti vet apo mendja vet, me marrë hapin, me bo diqka. Unë e ka bo vaki, është një video një Gjermani, se unë e krejt ligjeratat e mija e kam ndëgju në gjuhën Gjermani edhe ato vete mashkuj. Nuk e di pse, zoni i mashkujve është diqysh maj qetë, maj but, edhe aty gjithë, kom pas njerva me orë me ndëgjue. Am besoni ju mu që një video të Robert Betz, është një mentor Gjerman i jashtëzakonisht i fortë. 19 herë e kom ndëgjue. 19 herë më ka ra zhitoni për diqka. A e dini pse? Se ti e ndëgjon, po mendja jote, shpirti yt nuk është halej gatshëm me pranu, ti e ndëgjon vetëm me vesh, po nuk është halej i gatshëm me pranu edhe me qitë në vepra. 19 herë më ka ra një zhiton diqka, sa i përket pasqyrimit fëmive, se fëmija janë gjithë pasqyre e jonë, edhe veprat e tyne na pasqyrojnë neve diqka që do të thotë, veprat e fëmive tonë na shtin neve me punu me veten edhe me këqyr kuj kena na problemet mrenda vetes tonë. Edhe aty më ka ra zhitoni, thash, jo, nuk e dini që shëm nalë të kesh. Thash, moj havë, moj budal. Po që sa herë e ka e ngon këtë video, edhe nuk e, atëherë, më thënë drejtë, nuk e kom dip që është që kjo farë sistemi që shto nuk e kupton, po nuk e di pse gjithë del ke qajo video për paran. Edhe unë zakonisht kur t'hin YouTube, qaj sen që të mdel për paran, që ato e ndëgjoj se e di që qaj është mesazhi jem i duhur për momentin. Edhe unë ola to kesh tash, qësh more se ke niti, që sa herë e ka ndëgjon të njëjtën video që të sen se pas ke një korë. Sepse shpirti jam nuk o konë hale i gatshme, unë nuk jam konë hale e gatshme, s'kom arrit me qeshtjen të eme emocionale që me kuptu dhe qatë sen. Zoti kur nuk na mbi ngarkon. Zoti gjithë na dërgon vetëm aq, sa na vy neve për momentin, për me e sheru veten. E nëse tashti jemi budal, edhe rrim qatë, aj deri sa desi shti ka me të qutë njëjtat sfida. Njëjtat. Sa herë pyet një veten, qa ka bohet more me mu kështu? Gjithë jetën jëm ka mundona mirë, jëm ka mundona qëta me bo perfekt, jëm ka mundona qëta prap se prap, njëjtat zhgenimet, njëjtat manipulimet, njëjtat radhijat, njëjtat sene po mdodhen. Aj zoti nuk po vjen me na kapë për krahi këtu dhe me thonë, hej, ka dale, o ti, këfjello, që nej niso. Aje ka she. Pajna qënë që si farshejesh, deri sa të filmina. Edhe thëmë, okej. Faleminderit shumë, qka duhet me bo? Ndëgjaj e havushin, që shtë të fkam jepë. Pret kom me, qështu që, amo, shkojna. Shqyqyre gjeta ato me këtë pytjen. A bën hypnoz për vetë mbytje. Po, nëse ki dëshirë, ty ta bëj një edhe o kry puna. Unë u knaqë ato e ndëgju vetën. Definitiv kshiltar ma të mirë se vetvetja nuk kije. Let del dikush edhe let i din senet e tua ma mirë se ti vetë. Ama ti nuk din me kshilu vetën hale. A edhe këtu e bojna shpejt një hypnoz. Është e mundur që të në fond e bojna 2-3 minuta një far, jo hypnoz, po një far testi. Rëqito mija, rëqito. Nështë ta e ke thonë që folje dhe nuk lexoj, po, u myta të ju thonë, kur t'jam të folë mos shenani se s'moj, është e pa mundur. Nga kesa, mashallah e koftë si, pa mashallah si, dhe që ashtë të pra u kryja e punë.
Meqi përshëndetje, qka është me garkecën psikologjike? Të psikiatri, këta thujnë psikolog për mi të i kalu traumat kalumës. Bravo! Jo, psikiatri dhe psikologi janë dy të ndryshëm, nuk janë të njëjtë. Psikologi nuk mundet me të shënue, unë muj me titullu veten, puna jam e shkon drejtim psikologjisë. Psikiatri ka drejt edhe hapa me të shënu, qka psikologi nuk ka drejt. Alirojnë traumat me EFT. Me EFT mund është shumë sene me stabilizue, ama traumat e fella është e pa mundur që veç me EFT. Mundet nështa me vite, zgjatë shumë ma shumë, qka për shembull hipnoza, hin direkt është shumë ma efektive se meditimi, se EFT-ja, ama qka të mundi bani njerëzi? Qka të mundi bani? EFT, hipnoza, qka të meditime, qka të mundi, veç bani diçka në këto drejtime? Ti vetëm me të femra, unë veç me të mashkujve. Wallahi, zane ytë më qetëson. Po se edhe unë e kom zonin pak si mosh, pak mat, nuk e kom zonin e hollë, e kom zonin pak ma të ullët. A, kur t'ja lëshoj ka një herë e basin, kështu pasha zotin, me ti kisha qitë. Unë e thom, jam hipnoterapiste, ky shoki thot këtu a ke studiu psikologjinë. Me ndëgju edhe me kuptu, janë absolut dy gjona shumë të ndryshme. Ju shumë dëgjani, ama me kuptu qka ka thot dikush, është apet diçka tjetër. Ama nëse koncentrosh edhe ndëgjon me vëmendje, atëherë e kupton edhe thelbin qka ka do me thonë njëri me apo pa fjalë. Për çfarë është hipnoza? Për çdo tematik qka e kitin jetën tonë, për çdo blokad emocionale, frikë, angë, depresion, ama absolut nuk ka sen qka nuk mundi me trajtue, faleminderit kimete, qka nuk mundi, faleminderit edhe ty ka sa shvetin qka, nuk ka sen qka jo nuk mundi me e sheru me hipnozën. Njerëzi, unë nuk e di edhe sa herë, po doni mi ju thonë, okej, janë me siguri nështë shumë njerëzi tri këtu tashti që më dëgjojnë. Nuk pe di edhe sa herë duhet mi ju thonë juve që unë personalisht kom pas shumë probleme me shëndetin. 8 operacione, ka më njerëzi, unë jam shumë e rion, 22 vjeqare, mi pas të në këto operacione. Nejse, me 36 vjet i kom kry që ato operacione. Do me thonë, deri në 36 vjet, unë i kom pas 8 operacione. I kom 4 ndeshje me kërë, jam konë, kur s'pedi që ta 7-8 herë, në rehabilitime. Kështu që, tjenit sigurt, që nuk kom lonë kur gjo që të në Zvicër, në terapia pa bo. O veç sa seancat në për psikiatër, në për psikolog, sa herë ko marë medikamente kontra i depresionit, absolut, kur që heq ndihmu nuk më ka. E pa ta mësu psikologjin për mensh. Qka doni për psikologji, one ju përgjigjna. Ama vetëm teoria u kona të herë. Kur mra puna me shku, me bo hipnoz, nga eksperienca jeme, njerëzi krejt nga eksperienca jeme, pas ta ju fillova në këto drejtime. Kur e kum pas trajtimin e parë me hipnoz, shkoni veç atje në YouTube, është edhe një video që jem konë në emision natëve, ku e kallëzoj, edhe aty dhe marrë jadëshme, edhe pse në për krejt lajfa, ka shumë lajfa që e flasë këtë sen, so në nuk më që tashti me folë për astronaut, so në nuk jëm bo astronaut në ndërkohë, po përsëritin gjanat e njejta, si kur ti me haniqari nuk mundet me folë që tashti për operacione kirurgjike trunit, po folë për punën e vetë, si kur unë që i folis disa heret një të sen, nëse është puna jeme për shemull. Seancën e parë kur e kom bo me hipnoz, o njerëzi, o mu ka dok që se ashtu kështu frymë vetëm deri që të mersha, ma posh nuk shkoj ke fryma, se i mosh deri këto thejsi. O bre mu ka dok që një barë shumë të madhe mu hek qështu që një farguri shumë i ronë dhe veç që qita onë është që aty. O mu do ke vetja që jëm ka du me fluturu qëfar letësimi shpirt neshte pata në atë moment, që ajo konta ajo impulsi që me kry që shkollë dhe dhone.
me kry. Kjo ka diçka që çdo njeri po i vy, ka vetëm një seancë. E pastaj jam hin këto drejtime dhe i thash havës gajle madhe. Edhe 10 vjet nëse shkon derisa të kryjë absolut një drejtim tjetër në jetën time. Kur nuk isha marrë unë me këto gjana, unë fakt disha shumë nga psikologjia, ma vetë nuk kom bo kur gjë. Ja kisha nis, më marrë me ligjin e tërheqjes, ja kisha nis shumë me lexu drejtim psikologjisë, ama vetë nuk kom bo. E aty thash edhe 10 vjet nëse më shkojnë deri sa të kryj këtë shkollë, unë e kom me kryje. As nuk kom pas financa. Në kushte mizore e kom nis atë shkollim. Po faleminderit Zotit ndihmës tina, edhe shumë mund për mas, e kreva që me mujt edhe për juve me konë këtu. Nuk ka gjë ma mirë se mu shëru njeri pa medikamente. Tanaj për smujat ndryshme, 70% smujave unë i kom kalue me hypnozë dhe vetë hypnozë. I vetë me sen qka ende e kom, është migrena. Ama për para në kom pas nështë 2 herë në javë migrenin, tash e kom 1 herë në mujtë. Maksimum 1 herë në mujtë. Shpina, para operacionit, që 4 vjetë mu rrallë më dhem shpina. A normalu dufke mu operue, se 4 band shajden aty, ato janë tongë në këto nërmjet ashtave. Ama ka stagnu që aty edhe u kryë. A vë shumë mirë po dokesh, faleminderit shumë. Unë punoj, puna jeme bëhet krejt online. Që para mendoni a njerëzi sa e thjesht është hipnoza, se krejt kanë frikë për hipnozë. S'kom pas edhe unë 3 muaj jem ka vy, të më thona e terapistja jeme, oj hap, shka për bëne një hipnozë. U tot shamare, jëm tut prej hipnozës, thjesht jëm tut. I vetëmi sen qka nuk e kisha bo kur ish hipnoza. Edhe dikur e vendosa, edhe shkova, nuk është që thjesht, sikur me ditembre, që thjesht është qështu që me ka mirë foli me ty, edhe e bojna hipnozën, pa pikën e problemit. Nëse dikosh ama e din që e ka një traumë, që po don me përpunu me hipnozë, shumë faleminderit, që po don me përpunu me hipnozë, atëherë duhet me pas klientin qështu që live për shembull, se mundën mu shfaq ajo situatë që shokon atë kohën edhe janë ato metodat që e qetëson tanej pa problem. Sa vjeti ke pas kërë ke po hipnozën e parë? 42. Më falë, unë 22 pas na krejt, mare, nejse, 42 vjeqare. Unë kam vështirësi me frymarrje, kom pas edhe anë. Dej që të bre fryma, që dej që të që. Se ku me mujt me marë frym njeri, kur musha i thesi bërlogit. Për krejt ju qka e një këtu dhe nuk e dini qka është thesi bërlogit, është video në YouTube atje, ku e kom bo, edhe e sqaroj që kanë thonë për para në mu ka mush thesi, edhe unë e sqaroj në bazën psikologjike qka do me thonë mu ka mbush thesi i bërlogit. E kur është thesi mushën deri këtu, qësh do me marë frym lërshëm të tanej? Është e pa mundur. E që ta duhet me i lirua njerëzi. Portali fundit i shkon TikToki që ona isha hije me mu shfaq këto në TikTok. Jo që jam në shta dikushi, unë jam njëri i njëjtit brom jemi, krejt, si ti si ona si krejt njëjt jemi. Shkaku që jam shfaq në TikTok është thjesht ju. E sidomos ju shokët e mi, sepse ju e kini egon pak ma të forcume. Ta shti hava me ton këtë vetë besimin e vetë, 300 mashkuj me qitë për para, nëse pa muhabet t'i lo. Gojen si do mi qilë, heq, se on e foli aty. Thjesht për mi ushti edhe juve. Mu liru emocionalisht. Ju bile e keni pak ma vështirë se na femnat. Se na femnat flasmi. Ana, pak në qësit, me njerë, ja e keni pa, ju burat, si dhe mos qeni të martume. Gjithë gëru e juvja javë hanë trunin aty të ju fol, juve ju doken krejt gjonat kota, qka ka fol kjo, sepse ti bon vakinat mendjen tone, ki edhe shumë ma shumë. Probleme, po nuk je ka i fol, ta na i vjen gëruja për shemull, të thot aty, hej, shka pe dione, a e njeve që shë më tha motra jo, shka më tha motra jo, të sot fola, sot me nonën tonë në telefon, bla, 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 ty do këtë krejt pa lidhje kjo punë. Sepse je qaq i stërngarku vetë.
Në TikTok jom him, mi u thonë drejten më shumë shkoku e juve, shokët e mi, se mu nuk kom tre me të syni. Unë e tash e kom atë vetë besimin që jo 300, po 3 milion burra me mi qitë për paran, ju lo pa tekst me realitet tjetës, edhe me mësu diçka edhe ti se pa fillu edhe ti o shoki jem me ndryshu pak vallohin, është e pa mundur me pasna në tardhmen një shoqëri pak ma të shëndosh, se që jena na që tash për momentin. E na duhet me mjellësot për me korë mas disa vjetë. Mas korë shminalet korën nipat e mesat tonë. Që kjo është shkaku që jemon në TikTok, se pasha zotu ju ka një herë në TikTok, kanë ditë me konë shumë të këqi njerëzit. Po unë tash jë mësu që thjesht se cili e ka gjetë një kanal që tu edhe ka munduat me a gjuj dikujna bërlogin e vetë, unë po thom stop, te unë e gjuje se s'ka gajle, mu sen së mban. Po të dikush tjetër që se ka vetë besimin, ja prish. Leni njerëzit që nga shfaqen e për TikTok, se cili e jep nga vetja ato qka i do këtë mirë. Kush je te me hime e shajt aty? Vansi me gjujt ata bërlog të dikush tjetër, më sheli krejt pra rjetet sociale, edhe merru veç me vetin, nga e veç haven, ose veç haven për cjellën TikTok. Edhe u kry, deri sa të bohesh tamon i lirë emocionalisht, edhe nuk e kimot nevojshme me ja gjujt dikujna. Hajde këtu në TikTok ja gjuni njerëzve uj, po që ata bërlog edhe në rrethin ton që atu ja gjun dikujna, ose në rrethin ton nuk ki aftësi hale se zgudzon me qelë gojen që aty ku je, edhe hin dikon, edhe zakonisht janë profila fake, sepse më shefësh mas identitetit ton. Edhe ti kur jenë gjendje me më shef identitetin, qka jenë gjendje me botit anaj? Lirano njerëzi, lirano më qëre sa mirë, unë e këtu krejt, këtu fala si një ka i mërë një. Pasha zotën kom pagu shumë, borç deri në fyt jam për që to shkollime, po nuk ka gali që tash t'i bedi veç mos e gjetë që ati kanë, me mi gjetë edhe 11.000 frangë, se me njëherë kom e kryo edhe një shkollë, po shtrejt, 11.000 frangë ku mi marë. Ajo është diçka jashtë zakonisht e mirë. O, qka është, e spjegova, valoj, qka është hipnoza. Nuk e di sa herë me spjegu. Shkoni atje në YouTube, është sqarimi në gjuhën shqipe. Për juve që kupton jetë gjermanisht, këquni betën gjermanisht se ka shumë. Allah ndorë tonë. Zotit rujtë, shumë faleminderit, a i jep një të zërët i po. Qka i bjen shkurt e trop? Hipnoza? Zgjidhja e gjitha problemeve tua shëndetësore edhe emocionale, e sidomos emocionale. Sa i përket ankthit, depresionit, paknasive të ndryshme, cilët jeta si rotacion, qështu që blokadat ndryshme, e ki po ka një herë mundohesh me arrit diçka, e mundohesh gjithë jetën, edhe prap nuk mundesh me ja dalë. Po në vaki nuk është e jotja. Me hipnoz mundem me këqyr, ku është problemi? Pse nuk po mundesh ti me ardhë të qëllimet e tua? Po në vaki është diçka tjetër që është ka delën rrugë. Krejt këto gjana mundesh mi kuraju me hipnoz. Jo, nuk është magji. Absolut nuk ka hipnoza të bëj me magji kur gjahesh. Po qa që dini, qa që falni? Bon, vaki edhe mu, ja ke bo që tashtë si kur papa jem. Nga një tjetë të regoj diçka. Ku banan lebe da ku avni ku banaj? Në ruzullën të kësor shoki jam, si kur te, fatkeqësisht. Si ta bëj një mundësi di që është më shku me jetu në Mars, du me shku në Mars që atje? Jo, këto ja thëm gjithë atyne që në vesin për naj lidhje serioze. Shka pëdio me qka filozofoj njërzi? Ja, i thëm adini qka. Kur t'je i gatshëm, me ma bo mundësin, me më qu me jetu hava në Mars, ama veç me më qu edhe me mlon atje, edhe më këthy, qatë herë drejtov të one. Ma heret po rrina qartë qështu, qësh jemi.
pyetja është a je larg ajo? Shumë larg. Në tokë të Zotit, thu, po të në që të ruzullin të kësor. Nuk ka magji absolut heq. T'jap të regoj shpejt baba që kam ka thonë. Si të kam hall. Hajde hallës mirë se jerë dhe hall ku ke dejt ashti. Ish hera e parë, ndëgjoni njerëzi me vëmendje që ka ju m'ka ju të regoj që tashti, se është pak për me kesh. E ju që me nëzis pret një tanaj me komentun që atë drejtim diqka, mos komentoni se s'është ka na interesant. Ish diqysh hera e parë njëtën teme që baba jem e mveti qka ju m'ka baj. Kjo puni ka vallaj nështa 4 vjetë, 3 vjetë i qysë nuk e tje. Edhe tashtja i ka një që unë më ka shkoj në shkollë, dhe tu i thonë, ona është ka shko në Bern, që atje u duke me shku në shkollë, dhe që shto. Havë bac, ta qa është që kjo shkolla jote që je ka e banë. Thash, prit një veç një moment. Prit një veç pak. Ti koke këto, plenen. So. Qashtu. Ja mu dof mi avnall se ma të lësom, se kur të foli, me ndërprej nuk ka, me kjo i bjen si kur njëtën e përditshme. Kur të folë shadin me dikonin që shkon të të ndërprej njerëzia, nuk të loj me kry muhabetin deri në fund, ajo mulla e barkit plas. Mulla e barkit. Kështu që edhe ju vjavnala, që tashti se nuk u nalshin komentat. Unë të ju thonë, ngoni me vëmendje si jem ka du me kallëzu diçka, ju ati vërë, e tash muni veç me ngue për ata që dojnë, për ata që s'dojnë, veç hecni. Havë po të tha qëfar që kjo shkolla që e ka e krynë qështu, edhe mu qa që u merdhë mirë, mi u thonë sinqerisht që, baca sa mirë, adin, është ka intereson qëfar shkolla jem ka krye. Edhe t'ja nisane. Fale. Vo pasha zotin sigur një gjys ore, edhe ata t'u ja kallëzu ma në pikat shkorta që me kone kapshme për trunin e babës tem për shemull. Aje ka një shpërhi, adin qështu që rren ka një herë, edhe kish qi dorën qështu, edhe kur rren qështu në e di që ka ngon atin shumë e vëmendje. Vet me veti janë zona piken që është të mungu tamën që kem ka fuli. Shumë është interesante edhe mes me ngu nëndi që është krejt. I kalzova që kërë o këthy. Najti një herë. Valla tha havë boc, tha me që ta, tha nështa është vështirë. Tha se, po tut në bre boc, tha ta ne i thoj njërzia hiqu kësaj si ribaze. O qëfar dhe shprimi unë ta. Tha sho boc, po që kjo pësaj, normal ta është edhe për trunin e babës tem, se edhe për trunin tem dikur, kur i kom pa në televizor, aty që shikan bëjë, s'ka të bëj me hypnozën që e bëjone, me hypnozën medicinishe hypnoze. Edhe mu ka ndohë si seribaza, normal, na ka hinë kryt, ashtë, kjo është një besim i kotë. Kjo është thjesht një besim i kotë. Thojnë, tha seribaza, e vetë me veti, o bac, tash e knaqe krejt. Po jo, bre, thash se s'është puna, nuk është tash seribaze, tash unë e po të kuptoj ty, ama për shemull, me shëru që edhe ato i bëna, thash po de, tha një bac, tha ti këqyr një herë, bën tha pak provoj, e këqyre apo funksionon, as po funksionon, tha se tana e një me, mos del që ky zoni keq, thash jo bac, sigurt që nuk ka me dali keq, se disha unë qka po mpret kur t'hin TikTok këtu. A i sela boll mire kish pas? Kur hina ta në këto në TikTok për herë parë, menja jemi ju kine me mashtru të pihin e koqëmër e njerëz, ton këtë mund që ka jem të hekon e me mësu këto sene, unë e hek kënenaj, mi avë kalëzu juve këtu falas, me thonë o njerëz, hajde si që të koka jeta, që shtu po dufka me bo njeri, kur jam hin TikTok, shka me hija. So unë hina me atë farë krenarin, me atë farë knaqësin që ka me bo diqka, kini mu knaqo, kur jam hi këtu, o zot Allah, far komentesh, këshyrsha qështu që tu folë, edhe atër se kom pas që të vetë besim, hale, të këshyra ato komente
të më fri barki mu, këtu të isha me plas. Krejt genitaljet, u shkrujshin këto. Sot, sa truna. Edhe dikur jam këthy, edhe ju kom thonë, thash më falni o njerëzi. Qysh jam kon të full, thash më falni. A kom hi me nëj portal pornografik? A jam nër njerëzi normal? Se thash adin nështë TikTok i hera parë në TikTok. Dhe të havosh kjo dhe teknika që janë adin shumë larga, zdisha. Thesha nështë është i ndama për din, nështë duhet me hi dikon tjetër, për që me folë qështu nështë duhet me hi, bon vaki pas na hinje na i farë pjese që shkojnë krejtë të gjona në tjetër drejtim. Zotin arrujt. Valla që kam qef me folë qështu pa mu përsi kërkoshat. Qështu njerëzi eksperienca. Jeme me TikTokin edhe me bacën, kështu që krejt jo që me ndani që këto gjana janë seri bazë, janë shkapedione, janë hokus pokus, jo nuk janë hokus pokus. Absolut jo që ku e keni shemplin më të mirin. Edhe pas taj vijoj eksperienca, se qëtu e nguva bacën, eksperienca me shumë klient, eksperienca që qysh si kom ditë që të sene kur jom konë shumë e re për njerëzi. Biljen ti kisha pas një 30 vjetë. Kuku, unë kisha klonue, dyqysh e kisha gjithë mënyren, me i klonue edhe një 100 hava, edhe me i shpërndane për botë. Në për botje, po veç në Kosovë. Në Macedoni, Shqipëri. Ama mas pari në Kosovë, që ati mas pari në Lumar, tana në komune Deçanit, tana ishmi dal pe i Gjakov, e qështu që. Pas, që, nuk i dijet, bon vaki edhe e gjojna mundësin me i klonue. Del edhe dikush këtu që, thot edhe one po du mu bo si kur hapa. Edhe pse ka shumë që i nga bo. Edhe shumë është interesant, kërejt të rinia, në përcilin, janë falenderus, janë krejt shoqënia jeme, krejt rrethi jem që po njoftoje që shtu janë shumë matri edhe matreja se one. E që kjo po më knaq diqesh, se e di që ata e kanë jetën për paren. Unë s'jam 30, po ata janë 20, 30, 25, ata ta ne i knaqen e shiojnë jetën. I epin zonjën 2-3 vjetë, komplet e riprogramojnë vetën këtu mrenan, edhe jetojnë që ashtu që shkisha pas qef edhe unë në kohën e tyne. I mnojnë asyzat edhe këqymi me lëshu komentet. Ose nëse je këto, a je këto halë me lëshu komentet, einstellungen, hajde komentar einstellungen, erlauben. Hajde tashti, fillojeni. Adem Gashi, faleminderit shumë, a je mirë, kur ma mirë, ja, Eliz, Ilshova po mdoket. Hajde tash, komentoni diçka, tash e keni shancen, tash mundi me fol ju, bol folja one, se po thunit po bon monolog, po normal që bëj monolog, so në himi me fol diçka këto. E kur t'hi, shpesh hi edhe veç qilë, thëm hajde se sot e kena ditën qilë, se po prejtoj me hije, me fol për bazën emocionale që shtu, edhe ashtu kom his disa here. Kom hi prej muzike, kom hi në kerë s'po muj fatkesisht. Ish mi knaq me pa mujt me hije live prej kjerit. Ish mi knaq, se shumë kom qef me hije rus, kur jam live po në TikTok, i pe ndalë, s'kom shka me po. Kom boz disa herë hipnoza live. Edhe hipnoza vaj që të dit. Bravo, shumë mirë. Që sa të përcjeli shpirtin ma qëtësan, pyetje serioze, qka është syri tretë? Syri tretë është ajo qka nuk e shoh me mendje edhe me sy, që kjo është spiritualiteti. Gjanat që nuk shihen, nuk mundesh me i vërtetue, nuk mundesh me i qiten lapës, nuk mundesh me adeshmu kërkujna, ishe me synin e tretë, me shqisat e ndjenjave. Syni i tretë është për shembull imagjinata, kur i mshel syt edhe imagjinon diçka, që ajo është syni i tretë. Fikria Avdia.
hipnoterapiste, folse bisetash edhe trajnerën zhvillimin shpirtëror. Përshëndetje nga dogana e Kosovës, sa vosh. Mos bën hajgare. Mos bën hajgare, a je punëtor në dogan aty, apo veç je të pritë në dogan, se nëse je punëtor, nëse je punëtor për din mo, jena knoq atit. Njerëse, një eksperiencë, edhe që të eksperiencë duhet mjavë të reguë. Komplimente për duken bashkëzoni vërtet. Shumë faleminderit. Që kjo është një kompliment i mirë për shembull, nuk është një kompliment, wow, çfarë sysh bukur, oj bukuroshe, përshëndetje bukuroshe, përshëndetja ma palidhje, përsh bukuroshe. Përsh bukuroshe. Havë që shmuj më arë deri të këte. Nërse cilin video në YouTube, është numri kontaktus, mundi me më shenu në WhatsApp. Unë jam koordinator në dogon. Koordinator, ko këtë me thonë, s'ko këtë një, se thash mos jena një prej atyne që kena pas një eksperiencë. Njerëzi mos me doni që zotit adin qëfar eksperiencë. Thjesht, unë kom hi një herë në Mitrovic, në kofe, pa asë të një dokument. Nuk e di tash t'ja bon me të regu këtë se më shtë zbon. Nëse unë e kom hi një herë aty, e kom pasë rastin që ashtu. Jom hi pas një dokument, atë jom tolla. Përshëndetje gjithve. Që shpesho u kryn pyetjet edhe përgjigjet. Të ndëgjoj moti me pëlqen mënyra jote e komunikimit. O, Allah ka të norqe. Allah ka të norqe, që ata ju pëlqen shumice sepse e foli gjuhën e rrafshit, si kur krejt. Kam pa në Rinora, Rinora e kena, am pas ke pa në Rinora, e ke pa që shë kallë një atmosferën. Që këm pas ka pa se kjo për shemull, më pas ka pa në Rinora. Ta shti kur t'jo me në Rinora, e du valzimin shumë e du valzimin. Jëm kun 2 herë, mrena 2 javë 2 herë, para me ndonë, unë në që 2 herë në vjetë nështë ta shkoj krejt në Rinora, ama të premë të njerëz, i që ta dini, unë jëm kun mrena 2 javë 2 herë. Një herë kur kënoj butrin të Rashiti, pas taj si u kry butrin ti e qeten vlaq shkontem, as trit mullen, edhe do fë me shkua petë normal. Ama për që nuk jemi knaq, 2 të premte, krejt qka jën konë që aty, 2 herë o konë një publik jashtë zakonisht i mirë. Me do energjia të mira, ku shkonin dhe qërë se këqyrë ke shtremt, kone këqyrë se të kesh, unë e mua aty kur ju bashi i Rinorës. Pa unë alë korë të këcy, të ju aktivizu krejt, knaq jemi, përbes knaq jemi. I ke hipnotizu të ganjeret, jo s'pata nevoj vëllojnë. Të falenderoj për pozitivitetin që jep, shumë faleminderit, që këto janë, kur jënë kone Lita, pak ma heret, o kona ja, po, edhe aty jemi knaq, veç aty ka pas shumë për Allah blak, edhe aty o konë shumë mirë. Kush su kryje mëre, këfa fyrdini, kush nuk o kryje, muzika jo nuk o kryje, halema një herë jo. Po Allah, jena knaq, krejt, përbes po. Të lumë për thjeshtësin, respekt, shumë faleminderit lërë. Qëre gjithë se cili njeri jena unikate në veti. Kur mos, nisen po javjap, mos gabani mu mundu mu bo dikush tjetër. O e kote keni, lëshon e për njerëzin lërë, jeton e jetën vetvetja, pa u mundu me majt. One ju këmë thonë disa herë, një farë kohë hava kur ka pas musafir menujat e mija në konë me ka 3 pjesë, 4 pjesë, mas që thojmë pej supe dhe në baklav, nuk e di ka 2-3 desertat ndryshëm, u do kemi majt ato se si hava s'ka. Po shkove të hava, s'ka me buk t'haves me, ato t'haves me shërbim t'haves me, unë e ta nej mundov me majt edhe ma shumë, edhe ma shumë, edhe ma shumë. Lja dhe trunin që ka me bo dhe ma mirë kur t'vina për... Për shka? Për shka? Për shka? E shajtëne si e shajtëne? Njerëzil shanën lërë. Komplet. Heq mës t'jam një. A di pse jom knaq që të 2 herë e në Rinora.
sepse absolut nuk ka interesu, a këqyri dikush, çka mundet me fol qaj, a di pse e kum pas që të sen, vllaznit e mi i njohin krejt Syrie. Që të mos ato të madhin, e njohin krejt Syrie. Me ata pronar të rinore, se të bëllë, krejt, nuk ka njerëzi që nuk i njohin. Edhe gjithë e kum pas hale pak që tu mas kreje, nuk guxoj mi marrë pije kërkujna, se të shqiptarët ju e keni që ata. Ju shqiptarët e keni, me a qu dikuj një pije, që janë i vllatë pije pa kur far interesi, mësane që të sen, që janë i pije dikujna, pa e pas një interes për mas. Thjesht thuj kamarierit që janë i pije havushit që atje, se na knaqi me atmosferë. U kry, ose thuj kamarierit që ja havushit një pije që atje, të fala i bën Hasani. Faleminderit Hasan. Hajde gëzuar, u kry. Për parën, nuk e kisha marrë atë pije. Nuk e kisha marrë kur. Se duke e dit mentalitetin ton, ta nej të thonone, mundet me njoft vllavi jem për shembull që ata se ju dhe edhe i bëni këtë sende dhe hap një gojen, se ja keni zanat, më fry pak apëti. Më falni që për ju nguci pak. Edhe të jeme nune, shkon edhe i thot vllavi tem, e hangër që jo. E mur një pije. Ja qova një pije, e mur atë pije, edhe vllavi jem të je njoft karakterin tem për shembull, a i tash mbarët edhe mënyra që shja spjegana, a i mundet me i thonë, vallaj që sa ja qova një pije, s'pedia s'kush ashtë, nejse, pa e ndreq pak, se keni qef mu fry pak apëdin. Edhe që kjo m'ka nalë gjithë prej asojna e para vllaznia, baba, apëdin. Tane jam non, fmini kam të rriton, me një që si farë fjallë shpak, po letnin mëre shka don. Letnin shka don. Shka është të m'intereson mu, qka interpreton dikush te vllavi jam. Absolut kur që heq. Heq. E që tashti, e kom jetë qështu me vazhduar. Une e një karakterin tem, e një moralin tem, e qka menon te, e qka transmeton te, e me qfar mendje te, më fola, po ma qani pije që aty, nuk është problemi jemi, është problemi i ti. Ose për paran, shumë më ka gjithë e kom pas që to, kush e mjedin. Kur jam ull dikon, edhe ko një grue një burë, edhe kom pa a i burë gjithë kohën të këqyrë, zakonisht jam këthy diqysh, që mës me më pa, pëdin, mës me ma pa ftyren, që mës me vrejt gruja vetë që o ka këqyrë gjithë që nejna i ka une, gjithë jam munu diqysh mu ull ma ndryshej, thjesht mës mi u prish rahatia aty në dyve, se ka ndalë për qef. Tash për që ky burri nuk o ka mundet me pas vete në kontrol, edhe i hap syta nejna i kënejna i, po shtërsia ma e madhja që ka mundi me boju shokët e mi është, nëse delni me gratë juve edhe jav hap një syt, hera nenaj, her kënenaj, hera nenaj, her kënenaj. Është në nëqmim jashtëzakonisht i madh. E ko mu rejt gjithë edhe që to s'ko me hek kor, që to deri sa des, ko me majt. A dola me partner, a dola me shoqni, a dola me kon, koncentrimi ka me kon që aty, se jem dalë mu knaq për vete, nuk jem dalë mi hap syt, kush o kam këqyre, kush s'o kam këqyre. Edhe këto e kum pas mu, adin, me i ruj diqësh, me pas interesa, nështë e kisha pas në qef atë farë pune, po kur far interesi nuk jem ka komune që e kam këqyre ti mu. Kështu që, jo munu gjithë mu këthy dika, mos ti prishet nata për mu. A i këqyre dhe tjera, po une s'kom dasht. Edhe ajo nuk është problemi jemi. Nëse dikush nuk e ka vete në kontrol, atëre pse mu mundu une mi arruj dikujna qatë farë rahatie me partnerin e vetë, kur vetë personi nuk do në mi arruj. Edhe këto e kom hek, edhe që ata tane jom knaq në trenora, sepse kur e hekti, se ti sa ma shumë të mundohësht e tërheq edhe ma shumë një sen. Kur e liron tane e lëshon komplet losla, atëherë edhe nuk ndodhen më këto gjana. Që kjo është shkaku që shkri jam që të dyhere. Bile i tha Shabanit, tha Shaban, po më do këtë duesh me më pague, tash e tutje më ardhë në qëtu, të ti në rinora, premten. Se tonë këtë atmosferë se erdhë më falenderue. Erdhë pronari, kurse njeni, kurse Shabani, është pronari rinores, edhe erdhë dhe më falenderue. E i tha shumë faleminderit që dora halal të kofta, se me të vërtet, jo veçon e tha që jam knaqta, po krejt të këtë ventaj, jemi knaq me ty. Thash okej, unë ashtu kështu e komenu dje,
dje jo, po dje i bike se fola me një shoqë që thash ai duhet me më pagu more mu më shkun aty. Tash mas i ka qështu, tash e mas më pagun me ardhën e këtu edhe ta kalli atmosferën. Qështu. O shata. Faleminderit shumë, burga për 7 gra. Le ta mon një qysh duhet një herë, atëherë le t'i bon 7. As një nuk mundi me majt një gru qysh i takon me majt. S'jeni burra, nuk jeni burra, s'keni aftësi me majt një gru qysh duhet, e po don mi pas 3-4. Sa një keq një herë, burri për 7 gra. Na shqiptarët jetojnë për tjertë, le t'jeton kush për kënd do, ama absolut për kënd do. Une veç për haven. Normal, mos mendoni që unë jam tash egoiste, unë kam fëmijë, unë kam familje, respektin maksimum, mundi jam në maksimum, deri aty ku më lejohet, edhe ku nuk më kushton mu personalisht, me shtyp veten, veç mi aboti tjetrit mirë. Ka situata që ka një herë duhesh, në situatat ka, ama ja, se cili jeton e jetën e juve, se ty ben të interesov dikujna. Me arë ty me të vetë, qysh me jetu jetën. Po shko ti një herë përziju vllavit, apo babes, apo migjës, apo djalit migjës, apo kusherinit, apo një jetën e vetë, apo të lija. S'të lijan kërkosh? Që ata që të vinë edhe t'ju thujnë, bënja qështu, dush mi abo qështu, i thuni pa problem. Po, jo me pajtimit me tyje. Prej sodet e mas, unë e du me bo qka të më thushti, e ti ki me bo qka të thomune. Jo, qysh ti... ka dal. Veprati qysh të thomune, ti dirigjo ma jetën mu, unë e po ta dirigjoj tonën. Të këshymi një herë sa let e kemi tanaj me jetu ti qysh ta dirigjojone. E kështu që jetone jetën për veti. Për veti, leni se kot nuk keni me mujt me ndalë. Unë e për ju thamë, midis vitre jam rritë. Po na e kena morë lumbardhin e kena mjellë këto, me veti. Të rak, e kena mjellë midis vitre. Në cyrë është lumbardhi i mjellë unë dikon. O kon. Që do thot me komplet traditat e lumbardhit. Midis vitre, që 35 vjetë që du që. Femen e formume ma perfekt s'ka qysh me shku, se që m'ka eduku, nona jeme, baba jem, sa i përket me kon, qysh o kon ajo far kamuflazha e një femrës shqiptare, me moral, mës me qelgojen, punëtore, e pastër, kuzhiniere, pastruse e mirë, me prit musafir, me përcil, me pas në derin që ka nalt. O kon hava. Qka kom qitë në dritë? Karejt që do. Gjana, jënë gjujtë e noj. Si mos kisha egzistu kor, kërejt e kunder ta o shfaq të tjertë. Mos e bëni gabimin tem njerëzi, jetoni për veti. Hiq mërë mës t'jam një, ashtu kështu kini më shajt, kështu që jetoni për veti, hiq mës t'jam. Bravo, los që ashtu është sunë e mon, një që shduhet, pa le t'i kullosin. Jes për i lëtëzoj komentet, leni komentet. Ku me lëtësu, shka ka bohet? Pas në najtë shumë, o kam më qëtë këtu me konfirmu. Kuja për një mahal, nura, qashtu se nuk e mbike nërmen. E disha që edhe diçka për gra thojnë, po se mroj nërmen në qatë moment. Faleminderit shumë. Pret veç pak se ti... Mirë më në gjesë, nëse jenë Amerikë, mirë më në gjesë, nëse jenë Zvicër, qka dherë në këtë vaktin gjomër e njëri? Nështë taj veç i shala e konë nësi ndrim të natës. Bravo, dhe më shtë të mëndoj. Faleminderit shumë. Arjanit për shëndetje. Apo nalësht ti me Shabanin, apo të nali une? Le, mosës, dhe që shumë palidje. Me të vërtet si fëmija e ka ban. Adin dhe ta fëmija e për gazë, se jënë të fëmi që janë tamon fëmi të edukum që shduhet.
Ti si si fëmijë për gas tjetër po. A e din kush jam? Për besë Arianet nuk pe di kush je. Okej, shkojna. Hajde me një fake tjetër se bolmo. Me Shabanin. Arianet nuk jem ka di kush je. Shqipe përshëndetje edhe për ty. Te ke hangër një tjetër. Krejt mundi me bisedue, më shenani numër të punës atje, edhe kush ka dëshirë individual me fol me mu, normal që ajo paguhet, se në Tereza, bol jam që to në Terez, mundi me më shkru numër të punës. Ato e gjoni në Instagram, atje në altin bio, ose në YouTube. Aha. Suzi kësajte, mirë se erdhe Suz. Nuk për lexoj komentin tonë, me të vërtet s'pe lexoj se është pak, si me të thonë, sa gjunasht kam vjen për ty që nuk je ka den më ndalë. Njerëzi, për që të pedije kush është, që ky personi që është ka komenton, që tu që pas ka bo që të komentin se pelu edhe pak, lexone ju so kam vjen marrë me lexu. One për veti kom njoftu njerëzi të lifare gjatë eksperiencës jetës teme. Ama njeri ma të poshtër, njeri ma pa karakter, njeri ma pa vlerë. Se që të personin e një personalisht kom pas një farë periudhë shumë të shkurtë. Më ka ra me mësues i mirë, edhe kjo ka qenë shumë mësues i mirë për mua. Shumë. Ama një herë ta ban njeri e merë mësimin edhe tane mu s'ka shansë me ta bo. E tash ti ka mit personi i shkrejt, tu ju munu me që si komentesh edhe privat njerëzve tu ju shkru për shemull, që ama që kjo, ja mës ja kaj nonën, se që kjo koka e re që ta shti, që kjo koka e re që ta është zemër, me që to farë që ka ke shkru ti që to. E tash ti po të bojna blok. Hajde me tjetën se ti i kiz disa. Përshëndetje në Hamburg. Oj Nura, një 300.000 fejka i ndran. Mos s'keni nevojë më marrë me ta. Absolut hiq. Unë e mirëna me ta. Vërtet unë e s'mirëna me ta. Po, s'është ka mundet e shkreta, nuk është ka mundet e shkreta me jetu me faktin që unë jam tjetër kategori. E nuk jam e kategorisë. Shumë katastrofë. Ama unë nuk e gjykoj, as nuk e shoj, sepse është përjetimet e jetës njerëzve, e për që ata jënë para juve, edhe kjo, bansi, me prek gishtin që të pak, me thonë, ka dalë më resone, nuk ju lëshova veç një hape, po një jëmë ka bojt merë, ku jëmë ka moj, se një shumë mirë. Po havës nuk i intereson, pa të në tjerë personave ju intereson, ka dalë, më retnal në adhonë, unë nuk e dije, kjo as narcisist nuk është, se narcisistat nuk janë bashkë qështu. Kjo është shizofren, njeri shizofren. E unë me hipnoz shizofrenat nuk moj me i shëru. Po këto e dena jo që unë shizofrenat nuk moj me i shëru. Shizofrenat nuk i pranoj. Kataloja përshëndetje dhe ty ashtu, doni përshëndetje shumë mirë, faleminderit. Se hire i kanë bo sigurt. Jo, nuk i ka bo kërkush se hire. Qka po dëna, a nuk e pate, okej, tu hastrejt. Heq më stanin, unë ju vi rreth këtyne, ju vëzdu mi avë prish rahatim, se krejtve ju vi rreth vetë. Se nuk unë më interesan, absolut heq. Ama qysh nuk, ta shti vish këqyre sa interesante duhna me konune për qiftin e ki personi edhe disa tjerë, që zdi sa fejka duhen me i qelë, edhe me i komentu dikujna, që do të thëtë, une e ndi veten edhe ma krenare, sepse e di që jëm ka boj qaq shumë gjanat mira që ka ajo mundet vish me jendruhe. Lumë na që të kemi e doshura hove, po ti veç emën që shë paske, din me vlerësu dikonin, ta na e su jema.
se parit e mbaj vetën e tjerë, po normal. Havushe, mirë se vjen në Prizren, në doganën e Prizrenit e të presi me kafe respekt. Faleminderit shumë. Naski, faleminderit shumë me ditën e tanaj kush ka komentu, kush është i doganës, kush është konë. A kur të dini na herët që jam në Kosovë, mundi me më shkru tanaj. Ama zakonisht të më shkrunin në Instagram, atje bilehi edhe i lexoj komentet. Në TikTok është e pa mundur njerëzi se vallaj u myta ato ju thonë, shokët e mi mos e më shkruni, bre. Mo pëse s'javë këthej, ani mo shumica që veç i qoj një dorë qështu, edhe një përsh. Edhe që kam kanë tonë një natë, më rëbë, vetë me viti shka është mirë mbrama, Coca-Cola e farë, shkurtimi. Lirant mam shka, do me thonë zemër më rëbë, mirë mbrama. Qik, thash dhe që tash jam su veç me përsha. Përsha. Tek na dule dhe një, mirë më rëbë. Me të natë mirat sa 7 meshkuj veç i nati kush ja ka, nush faleminderit. Jo bese ka një nati, po lakmija nuk është i nati. është lakmija me komisione. E banë si me thonë, po mëre pende gjaj. Pende gjaj, se herë do kur vje dhe unën që të qeshtje, s'kom nevoj tanaj me lodh trunin, me qel fejka e me shkrua aty kote. Hej, para me ndone sa i gjor apo e gjor është një person kur banë kësi gjanash. Jo sa faleminderit, po që shkam ne me mone këta persona më morë. Nuk e dhja. Janë qasi shizofrena, ata janë më të vërtet edhe nga baza e psikologjisë, janë njerëzi shizofrena. Dhe une vetë me kjetë shizofrena që nuk mundona me i trajtu. Edhe mi thonë drejten edhe pej narcistave, bukur shumë kom që dorë. Një narcist duhet, përshëndetje doganë, një narcist duhet me pas vullnetin jashtëzakonisht madh, me ndryshu, me po diçka më ndryshe një jetën e vetë, për me trajtune, për ndryshe hoffnungsloser falja në data. Jo munu me mish e me shpirt, që thojmë ka na, me e trajtu një narcist, edhe u duft me që durt, me gjujt peshkirin, edhe me thonë zoti qarën të buft. Përshëndetje boseje, bosi bosave buqe. Faleminderit shumë. Toksik janë. Ma në tishin konë veç toksik. Në tishin konë veç toksik na kishmi kalu shumë alet, po na kemi shumë njerëzi toksik edhe shumë njerëzi narcista. Në shoqërinë tonë, fatkeqësisht është bazë edukative, nuk kanë as ata shka me bu, as ata nuk kanë qëtë me konë qështu qësh janë. Neve na do këtë që ata e kanë mirë, pa ata jetojnë të merren mrena vetës këto. Erdha pet. Je e pa arritshme. O, nuk jam e pa arritshme, o njerëzi pra u mytë ato ju thonë, nuk jam absolut as ma e mirë as ma e keqe se jam. Jam thjesht me një qeshtje tjetër emocionale. Këto qka jam une, këto mrenën, këto mund është me bo edhe ti nëse danë. Për që ata jam para juve edhe ty me të ndihmu me arë qështu si korone. Nuk jam as ma e mirë, as ma e keqe. Jam thjesht e lirume emocionalisht, e jetoj gjdo sekund jetës, por njerëzit nuk kanë qef me pa dikonin të ju knaq. Se e kanë ati natin, atë gjelozin, halem brenën, që une masi s'pomoj, as ky personi s'ka mu knaq. Tana i shka duhet mi bo, mu monu të merin e botës me shpith për atë person. Ama gajde mos keni njerëzi. Qëta njerëzi, qka une kom kalune për ta, apelini që shja kom nis me fol për Selen, Selmonin, baba jem. Prej trungut, shpesh here, gjatë lajfeve, une e përmeni Selen, babën tem. Prej aty ku ka fillu jeta jeme, prej nonës edhe babës tem. Zakonisht foli prej qatyjit. Gajde mos keni, se deri sa të vdes, kam ju ardhë reni se të cilit njeri që i një konin jetën teme, me fol për juve, si për të mirë, si për të keq. Nështë ta nuk e thomë komplet emnin, për shembull me thonë emnin Amelia, po e thomë A pik, sikur hë ukaj, thave pik ukaj.
veç inicialet kom javë qita në shumica njerëzve që më njohin edhe që e ka njoft rrethin tem, i njohin tanaj ata njerëzi. Tanaj është e mundur që ata tjerë të flasin, së është problemi jemi. Ama eksperienca jeme me se cilin prej juve, mos në për lajfa apo në YouTube, në librën që kom e shkrue, komu potencuati me se cilin. Me se cilin, së moj tash me njerëzit që kom këcy në rinora, nuk thëmë aty, kom këcy me qëta për shemull. Po me që ata njerëzit që ka unë e kom pas intensiv, pun edhe që kam kanë përkra, edhe këta tjerti që ka kanë bo, krejt me iniciale kini me. Kështu që pështet, no? Mos u shqetsoni, se pasha zoten kam i ardë dreni edhe juve. Jo, une me mësa karma që kam ju harru, qa që kam ju harru hava. Kur, heq nuk e harra jasë mirat, pas të tjirat. Po definitiv që provoja në mësan, une nuk i kom shajt, as nuk qyri mi a këthy asaj shizofrenes, qka banë edhe pse qka s'kam asone, po kur njetën tem nuk jam aj personi që ja këthej. Une ko marrë mësimin, se isha veç të marrë mësimin atë kohë nga njerëzit, ama kur është fosh që aj person jetën teme, mi u thonë drejten edhe i ka bo që ato gjana, jam nalë thash haf, ti po i thu vitit e meqma, po ti ko ke budalla i krejt botës, be? Qyre qfar aftësish duhet me pas dikush. Ama më falë një aftësi idiotizmi. Ama një moment thash, hej, të rokotel duhet me koni njeri mëre? Mi pas këtu aftësi, pa jo eksperiencë, jo e kish pas eksperiencë shumë vjeqare atë farë sistemi. E që aty komunet, ku i shitet, e vazhdon. Të unë ju ka shit një herë, po s'ka shansë më shit dy të herë. I shartan e një kërkim falje që kaq një shkrim. Po herë, si mare, po qka po më vynë kërkim falja jote. Le, po tane kur si ja kom pranu kërkim faljen, tane ka vazhdu, edhe sot haleo ka vazhdan. Sa vjetë më rubonen që e një atë farë personi, 2-3, nuk e dije. Nuk o ka mundet me jetu me faktin, a mu s'ka shansë teorike me manipulu dikush. E sidomos ndaj dikujna që e kom për zemër, nëse rriune me dikonin, në partner ashtu, absolut si t'hini treti aty s'ka njerëzi, si te lejoni personin e tret me juhime një lidhje, aty lidhja ka dështu ashtu e kështu. Ama dhe në shoqni, une po rri që tashti me dikonin dit e natë. Edhe po dal pe shaj, apo po e lejoj dikonin me ardhë me ma shajt njerin që une rri me ta, korre për jetës jo. Une muj me të ndëgju. Një herë, 2 herë, 3 herë, thëmë po m'vjen shumë keq, të une në adres, edhe të une mos të drejta, qërë kështë personi, merë vesh me ta. Ama të une s'ki shansë marë ma shajt njerin që rri me ta. Shansë nuk ka. E qështu bënu edhe ju njerëzit. Bënu edhe ju, mos i lejoni, po ti kur vet i shanë, ti rrën që atë me njerë, dhe kur që është për tavolinë, me njerë e shanë që atë njerë, qësh nuk vjen marrë apet më ullë me ta. Më vjen marrë, ta ne me najtë më me që atë njerë nëse e shaj. Përshëndetje, Kamila. Kur ke plan marrë në Kosovë, prit një herë ti qesë mi pak do financa në Terezi, ti mirë se erdhe. Princes, faleminderit. Janë të lindur dhe kanë qef mi u përshtatë shumë, s'kanë qef... E zakonisht, këta njerëzi janë narcista. Narcista, shizofrena, ndryshe i soni ju thue, toksik nuk janë këta. Këta janë narcista dhe shizofrena, kur që tjetër. Ama ju bile që një kam dëgjani që tashti, ma bër njerëzi, ma një bër njerëzi, qysh po mendon ti me të funksionu lidhja jote kur ti problemet që i ki me burrin tanë, me grun tone, del. I qetë të nona, të baba, të motra, të shoqja, të ajo, të kjo, e rrit problemin ashtu. Nëse i bani qëto gjana, ama unë ju të kofë dano me një herë, dano o njerëzi, ose shkoni bete njerëzit adekuat, shkoni të naj terapiste që mirët me këto gjana, që mundet mi u trajtu të dëve, e jo se mendje letat të naj, ku shë ka mendjen e let, imponohet pak prej meje, une nështë interesat e mija si motër, se po ndoke që nusja ma murë vlovin. Une si motër, i thëm vlovit. Mos dhe ma keqë vlovi jem, une të një ty ndryshe, i qysh ashtu, e rriti pak. Non ato të vetat, a i tjetri ato të vetat, a i tjetri, edhe asojna
i thot rrethi vetë, qysh ata dy kanë më qunë thika. Se cili vepron për interesave të veta, edhe prind veprojnë zakonisht për interesat e tyne. Shkojnë tu e bot keqe partneren apo partnerin e fëmis për interesat veta, se dashnien ja morën një dritë të syni djellit ja morën, ne jemi mësu ndryshe, me ty e ka ndryshu gruaja, e ka ndryshu burri, bullshit njerëse, se dolem prej temen tem. Mos lejoni mu përzi dikush, por nuk mundet kërkush mu përzi nëse ti nuk ja qel derën edhe e bjenin problem. Kush mundet me ditë për jashtit qëfar raporte shkiti me partnerin tënë? Kush? S'ka shans, as fëmija ju të zgudzon me ditë e le më dikush tjetër. Ju vetë javë qelni derën, tanaj bëhet aty talava, mazi se në rinora kur po këcejtë, që t'ja ma talavan kur për ta rokmi, më mi hane me 2 mindila, qashtu ju bëhet jeta juve në partneritet. A është partneritet kjo? Pa hajtë kallëzom një jo. A është lidhje kjo kur hin personi numër 3? Edhe plakat kanë thonë, faleminderit. Edhe plakat kanë thonë për paran. Me smishit edhe thonit. Kush rrejna njerësi? Veç bërlogi. Ama nëse tja jep mundësin, bërlogin me hi këtu dhe e mon, e runë, nuk i lanë dur të kur. Se mirë, atëherë je pa fshojrin. Ajo partneritet nuk është lirisht donu. Në atë moment që t'ja nisni me i qitë problemet në përhalk, donu se s'ka lidhjat. Heq. O, në këthi heket qësh nuk heket. Tina faleminderit. O, faleminderit një guac, sa bukur, me ato perlet mrena, no sa i du perlet, shumë i kom qef. Përshëndetje Feride, mirë se erdhe kafune. Heja, po qomi ka dole. Gjithmonë ka me pas. Ja, lartë shumë gabimini. Nëse ki thajtë më dhaj, kur nuk i me pas bërlog. Se s'ka kurrin. Nuk ka ku me najtë bërlogi që tu që. A kur i ki të voqil, jënë të ngjitun për mish, e aty të në rrinë bërlogi. Sa gabimini, a pishe logjika. Mu do ke pak ma i meqe, ma e meqe, ma pasha zotën. Mu do ke pak të qysh se prita pejteje që e thu që tohën. Jo, te thajt e shkurt rrinë bërlogi. Që 28 vjet i kam këta thaj, edhe korma të shkurt si po majtë. Nejse, s'pojim për thaj. Nëse vjen për zden, ko me ardhë. Për bes ko me ardhë. Sa vje që je 22. Ka njëherë edhe hiq pa full vim problemet. Ajo është diçka tjetër, a është të një qeshti tjetër. Problemet i keni. Po ju mos i rrit një problemet më shku të i fol me tjertë. E me avdhon hapsiren tjerve me arë me ta manipulu jetën si pas qefit ju një qështë kanë qef. Ani boni qëllun dët narcistat anaj, në shoqni o fjalla, na i non narciste, na i shok narciste, na i shoqe narciste, apo na i interes personali një personit shizofren, si kur ajo që fola ma heret, e mi pas interesat e veta personale, ajo ta bon lole ta nej partnerin. Ajo ta bon lole. Feride, faleminderit shumë. Ja, haba. Nëse haba të thot diçka po. Mu rrotullu toka e qila, jo nuk ka me dal. Ose e diskutoj me ty tanaj. Ose të më hej, më falë, qështu. Ama që aty kur t'hije, me bindje në diçka, nuk ka sen që m'del për paran. Shans nuk ka. E këtu jem tamon tipik katonore e të qanit. Gjak i dej ngu edhe të mas nuk thena. Jo, mendona shumë deri sa të thom diçka fin. Ama kur e thom, atëre e maj ato qka e thom. E nuk luj as me ndjenjat njerëzve, as me kot njerëzve, shans nuk ka. Ja kom premtu djallit tem, këto e kom thonë edhe 1-2 herë në live, për thom edhe sot. Tash hajtë thuni i farnone, non perfekte. Ja kom premtu djallit tem, 14 vjet i ka pas, ja kom premtu që her do kur, ka me bo kifen bashk me ta. Kena me dhez, ne hashash, për juve nonave dhe babat që jeni në gjeneratën teme. Thuni pas ka lujt hava. Ja kom premtu, edhe kom e bo, edhe besën, ja kom dhonë që kur ta boj, kom ju kalzu. Ama nuk jam e gatsh në halë, nuk peti. Po te.
Për ti njeri pozitiv. Okej, unë në pej. Duke shpa komplekse, Allahu të rujtë. Absolut. I heka krejt. Mas i heka komplekset edhe në rinora me marrë një pije që ma ofron dikush, pa mendu, që lajmi të mentori shkon që motra vetja hongër dikujna, unë nuk ka komplekse tjera që kam unë. E fatmirësisht, fëmija mi janë shumë të lumtur, si të mos qika akun për krahja jem ma e madhja në këtë drejtim, që më ka thonë, mos t'intereson që ka thojnë halë. Kisë unë adin një dytën të thonë, po i kom fëmijën e rritun, e duhet me pas pak kujdes, që shfaqet njerin e për jetës sociale, dhe pëse unë e di që vetën që shfaqna, ma din mës mi ardhë fëmijëve marrë, ose shka peti unë, liron dhe që shma marrë, këto shka e ka e bon këti, këto nuk e bon gjithë kosh. Edhe të me thonë, kjo okon për krahja jemi ma e madhja të më thonë, mam, veç vazhdo, mos tanin të fëmija, qka fëmija, une po dalë kur po du, po këthena kur po du, po boj qka po du, une nuk du ti me ma dirigju jetën teme, qësh une me thonë, pse o ka e banona jeme qëtësen, pse o ka e banona jeme qëtësen. Se mu djali, ato e kom të katë krej. Dirantën e kom pas pak, mas se këto e kom busi vetën, kjo është halelu mardhit, une pak ju mbusi Zvicrane, a kjo është tipik. Ale e lumordit, që që punone. A krabaja potin. Po te halki. Përshëndetje i mjake. O leti. Jeta është të nike gjithë personi, po normal. Normal, edhe ju jetonet juven. O jetonet juven, se unë po ju thamë, me pa pas dikush që qëtë drit diçka, me konë perfekt. O konë që kjo hava, jo mundu. Kështë të dektu jo mundu me konë perfekte. Edhe tash jom edhe ma perfekte. Hale pa i bo kërkujna kur gjo. Hale pa e lëndu kërkonin. Vani unë me lëndu dikonin që s'ka shansë heq. A unë do gjygymat qaj që aty kom që 26 vjet i banen, se s'du me nru, e lemo njerëzit. Unë nuk i luj me njerëzit si me përqavra, sot mi kape nestër me gjujt. Jo. Për mu njerëzit kanë vlera shumë të mëdhaja. Deri në atë pikë ku mu nuk kom kushton lodhje trunit, kur e shoh që definitiv nuk kom shka me bo mu për qëtë person, atër duhet mi qudurt edhe me hic. Hina faleminderit shumë e kësmet shimi dogana me pristrejnë. Gjykimat i paske që 26 vjet, edhe nuk i ndroj se po më shërbejnë bol mirë. Pe bojnë qajnë perfekt, pse mi nru, ka ma të bukur, ma të mirë, ma të ri, po jo, nuk i nëraj se janë super. O, sa senet i kam unë me vjetë, po ju nuk e dini be i denë se keni një shnoll të flagve, për të dvogla që janë, jo që se kom përdor. Po e kom përdor gjithë jetën, 2 grepat vëgjër ju kanë thëj. Prej 2001-ës, kur e kom qelë salonin tem, e kom atë shnoll. Edhe hale, egzistan. I ruj senet, që ashtë i ruj edhe njerësit. E si do mos njerësit. E boj maksimumin për dikonin, si të shoh që, të rikna me njëherë 5 po, jo si për para, më qko përdhav, me dhonë mone. Ja. Unë e boj ti ban, u kry. Nëse ban edhe ti, mirë. Nëse s'ban, hajde hec, veç vazhdo. Përshëndetje edhe për ty, po, kur thëmë familje, s'ka bim jeni, mos të nënja mora. Mos të nënja, masha sotën, unë i maj premtimet. Ta shti avionin në Prizren, atë thëmë ty, hajde që aty në pej se diçka me kohën nuk i kena punë të në regull, aty nuk dita ma fjallin këmë e majtë. Dona, Hidajete, Armend, Elshani, përshëndetje psikologe, Hava. Jo, nuk jam psikologe, jam hipnoterapiste. Gjermani, respekt për ty, Hava, respekt për krejt njerëzit. Faleminderit shumë, kena nejt, e kena boni nejt, tamon si kur mi ju pa pas që të përbal. Kënaq jam. Ide nuk e keni, sa më përmbush mu kur muj me dhonë diçka dhe për juve. Kuj ma hje se ty t'jeshet e katunit s'keshin. Osh, a di pse? Se nështë i veshi me krenari, i vetmi sen qka une krenona me traditën ton, është që të t'jeshet e katunit, me tjetër sa nuk e di. Mos hajdi këtu me më thonë, tashti jemi të besës, jemi atë kur shkafit nuk jemi. Neve veç tuta na ka ardhë hak.
Se absolut kur shkafit jemi, a dini pse, se kena respektin nuk e kena bazë, se s'ka respektu kërkush kur je kone i vogël, na i kena respektu njerëzit prej tutës, jena tute ke respektu, ka pas pushtet e ke respektu, dhe sot funksionon i njëjti sistem. Ka pushtet dikush, ka pare e respektoni, s'ka, nuk vlen kur gjua, bon vaki qaj njëri që s'ka kur gjë heq, edhe nuk është najfar presidentja, najfar shkapedionën, pozit zotit atin qfare, e ka shpirtin shumë atë mirë se ata tjerë. Po jo, se të na, aty ku mundë me shnuk, ju henin në falin shprejen prapanicë. Se mi të mësu, nuk e kemi bazë edukative, me respektue njërin veç qashtu si njëri. As me vlerësu, as kur që heq. Faleminderit shumë, fatkesia jonë, që mendojmë se roba të baj njëri. Po, duk është bukur, krejt në regull, ama nuk të baj njëri. As villat, as kjerët, as kur që heq nuk baj njëri nëse si. Duk është ma bukur, zot nishe, pa ka te mbalone njerë që shka s'kini me një, mërja kom njëse dhe mu vesh, ta më kështu si Big Boss e po dokna kur po dal. Si Big Boss, mërjem ka dokna, krejtu me nu kjo milioner ka. Jo me dit, me pas. Jo me pas, po du me thonë, po me dit. Se në qka i vesh, janë absolut shumë të lira. Ama une jo marka, une ju dho vlerë senëve të mija. Une jo marka që nuk paguhet, s'muni kërkon me gjetë. Kur ti je marka jote, ato që ka e vesh nuk lunë rol mo. E unë jo marka vetë, së më vynë markat. Me marrë në i dhurhat, në i herë e marrë vëllajnë, që ta shti një qante, kom që atë Gucci, e kom dhurat, ato e du, dy që shosh me të vërtet e mira, ma e kom dhurat. Një seter, do foto që i kom qitë, Gucci, dhurat e kam, nuk e kom ble vetë, se sa për që po ta blen hava aty një seter Gucci, jo dhe 300 vjet me najtë Gucci shitore aty, i kom ble tjerve, se di që kam qef mu dok mirë. Tjerve jëm shku ju kom ble Gucci, a për haven kore për jetë ju. Se kom nevojë, a ka ma bose dhe ma ke, ku ka mark ma bose one? Kush është Gucci për mu? Kush? Ai bosi s'është kërkushi, që ta i thonë bosi bosave, se bos kena. Bos të bosave nuk kena. Faleminderit shumë. Një kërë po kom qef me pas mirë. Edho në maj bahin du me bo herë do kur. Tin faleminderit. Edho në maj bahin e kom qef. E pelqej si kërë kështu. Herë do kur të vjen miliardiri, ku e kena mërë Norge, man s'ko ka këto. Se aj po ma përmen miliarderin, se kom thoni herë, aj që meriton mu, do të me konë veç miliarder. Masi me dashnis qita kur gjëndrit, veç të ju shgënyje, i kom që duart për dashnis, e du vetë havushin, i du krejt njerëzit shtu në përgjithsi, e du natyren, e du gjithë gjallës. Kështu që jo me përmbushne në këtë drejtim, këtu mrena në hift, kosh mu, mos dalët. Po a i më hifti shalla dhe hinë mësë me dalë. Ja, kështu që, bile paret kena bre shoke dhe shoqe, paret kena. Atëherë katë shkojoni ju marrë me veti, dhe majde mërë se kena balë miliarderat, se aftësit i kom shumë të forta, miliarderin shumë shpejt me bo milioner. Po posë në shpërndaj, të ne kom qef krejt mi knaq. Kështu që na vyni miliarder që mu knaq krejt bashkë. Veç si në Prizren që pijet kafe askën tjetër. Ja, spajtona, që të spajtona me tyje. Vëlloje, pija është shumë e bukur. Se në raj me, heq me asë me lu marrë nore se në raj. Unë po të shërona, shpeta është keq, po shumë keq. Heret me largun nga dashnia. Në jetës nuk e dihet. Apo jeb do pare, kujna mja dhonë, do pare beqerë skivjoni. Unë jam të e lyp njerin me më thonë pare, kësa ta pa jep të pare. Prit ta gjojmë njerë miliarderin, kur ta gjojnë a miliarder, edhe ju nëse gjojnë e miliarder, mos të bane egoista mi majtë për veti. Që une, po du me gjithë një miliarder, edhe juve, bashkë me juve më knaq, edhe se cili për juve që të gjojnë e miliarder, e keni tepër, qitë najni këtu se krejti marmi. Knaq mi bashkë, mos të bane që shto. Përshëndetje dhe ty në Shtutgart. Në përshepti që është jashtë kafja ma e mira, ani, edhe atje në shta, po gjeje, po ku me gjejt, unë e vëq fjali kam,
Veç fjallë, me më një dikush të na kjo ko ka fokusu të ashtë të nej pareli. Ku me gjetë? Duhet me dal njeri prej shpije për me gjetë i kanë. Duhet me dal. Ama miliarder ku me gjeta njerëse? Have gjie një milioner. Jo milioner, miliarder. Pakon miliarder. Edhe këto e këmë thonë me një shkak, se që tonë TikTok është e mundur që ka në milioner, edhe thana e mundet më drejtu të ona. Jëm ka lypi 1 miliarder, qka që tonë TikTok është e pa mundur me pas. E kështu që a pjavrok pak logjika, as pjavrok heq. Ta kom gjetone. Besnikja thot ta kom gjetone. Besnikje gjoja ti për veti një herë. Gjoja ti për veti, kur ata që i gjonë ti maj ti për veti, ja maj danë me neve. Daj, mësë po egoiste. Besnikja, po mësë po egoiste. Daj edhe ti me neve, që unë si ta gjoj pasha zotin me krejt kom i do. O, mësë ju thosha, hej njerëzi. Ajde se po shkojna në qëtë vikend, jemi qëtu. Sa vet jeni? Rezervoj që ka gjdo ma hotela, shka është aty, villat, drunit, që si far shale, krejt kena mu knaq, hiq më stjanin, pasha zoten, po. E ti, qajo që e pas ka gjetë, edhe ti bënja qështu si korona. Edhe knaqmi, pse ju? Hajde në Dubai, jebe në Dubai, në Monako. Në Monako me gjithë, për me shku në Monako, po duhet me pas pare njëherë. Ato vende po kushtojnë që ata jemi me të ju silë. Në rotë këtu. Nuk kemi ka mundë me bo një hapë. Me shku në Monako, shtrejt. Monako ka dal një njerë, si kena po punë tale qote. Ka dal. Në Dubai, ka miliardera, ka milionera, pa tje po fynë pare. Me shku një herë, po njës ke i bersi, qëri njerësit e por me shpirt. Po nuk jën ka e din, naski. Shkuja vëzdi se herë se në shtapiteje kuptojnë. A një ka e shenë një shka ka shkru naski. O njerëz, kjo i bjerë, që si këqyri njerëzit me pare, po me shpirt. A i një të kuptu, as e një të kuptu? Ne arga milionere. Unë e gjitha një zvicrane në arga milionere, por e humba. Hop shkryt tënti, ha? Po që zdite me majt? Pse zdite? Pasu në s'ko me ditë veç njëse. Shfaj s'ko me... Po ka bol, po duhet me shkua ne ka rejnë milionerat. Atje një pije 30 franc me shku. Me atje në përqitopen. Ej, one po ju përshëndes. Më pas ka tha koja të po. Edhe moti se kom dhez një. Mja fqit edhe ju veç të ashti. Edhe me dhez ka një bashkë, po në TikTok nuk po në dhez e në alet live. Ku jeton ti princesin. Heke qatë princesin. Mund është më bo pytin veç ku jeton ti. As mos shkuj bukuroshe, as princesin, as kur që... Po është një zotë, qysh po do këtë ton kjo alamet bosi bosa femen këtu? Princesin. Kur të thuni princesin do këtë si kur me konu në një qike vogël, asi që tutet ma të fistonin pembe aty, a pëtin kështu gjonë, do flok të bardha si gjëna. Që ashtojnë princesat? Oni jam bosi bosave. As queen mëre jo. Edhe mund është me shtru pytjen, tjetër here, veç përshëndetje ku jeton. Në Ruzullin të kësu, fatë këtësisht, sikur që e Barbie, po që janë i Barbie. Që ashtu e paramenova që atë farë kuklen, që atë farë princesin, si Barbie. Nga je, në Ruzullin të kësor, Moskovsha, që të ku jeni edhe jo. Bravo, më pëlqen që je sinqert. O, hava dhe sinceriteti qështu, të pandashem. Që kjo sinceritet më ka kushtu shumë, gjithë jetën, edhe gjithë jetën ka me më kushtu. Po tash problemi është që se më kushton mu, se nuk silna mu me njerëzi, që nuk janë sinqert. Një herë, 2 herë mund është me ma lujtë sinceritetin, a valoj tretën s'ta ke lujtë kur mu. Me mu jo, vazhdoj e ku dush. Që i bjerë njerëzit. Që ashtu që e naske, o njerëz ke i bjerë, që si që njerëz me pare, por me shpirt në inxinjerat e IT-s i dimren. Bravo, që ashtu. Ej, kaloni shumë mirë, se pasha zote po du me edhez një që tashti. Hajde, bojrëm, që tu sa të kemi? Edhe një 3 po i dojna, se miliardat kena mi do bashkë. Kuna shkoj mëre një që ta e kum gjitë. Një dikon tha e kum gjitë miliarderin, ose ta gjejone. Ku poshë zotin që kur të gjojsh, nëse i hale këto nuk në len anash neve. Bise që na shkoj koha.
në kësen, që shemë suni të folë me gra habi, por pak i është se mas juve, mas emnave, juve mundet më mshet gjithë shka, mundet me pas emën mashkull e mas është femen, shka peti janë. O, gjithkun jam have ukaj, gjithkun jam have ukaj në Instagram, Facebook, në YouTube. Qështu qysh e kom, këtu jam edhe atje. Veç ku këta qka ishë nash njerëzit, veç kuleta. Kuleta ishë nash njerëzit. Po thua, nejse. Përshëndetje prej kudo që keni përshëndet, faleminderit shumë, bota është rëmbullakët, kur si dihet jetës, kur nuk i dihet. Pasha zota ma duhet me konë, a di qysh është kjo punë? Kjo punë është kur t'jetë ti 100% i gatshëm për diçka, zoti ka me ti qelë rrugën që drejtim. Përderi sa ti, veç fjali kije, edhe absolut hiq nuk e ndjen qatë sen, ka të na flasmi, si korone që të muna me folë për miliarder me juve dite natë. Po përderi sa rrione që të mrenan, e nuk dalë kërka, me dalë pak njerëzi, me këqyr, atëherë është diçka tjetër, atëherë fillon, ama unë veç fjali kam këto. Edhe njëherë më thu princesin, pasha zote ta bëj plak. Mësja fut katë, pse po ngacmon pa nevoj? Kur të fitoj lotët e thirit të premtoj, qashto, Stuttgart, qësaj mirë. Edhe Stuttgart ishë shumë i mirë. Apo i dojmë, ama duhet mu taku me nda. Po ti hin që tu na kalzon tanaj, po normal që kena mu taku e për me nda. Edhe unë ju thash, unë ju thiri, qatje ku t'jemi, edhe ju thom, hajdi se sot kena me shku në Davos. I kom rezervu një 3 shpia ose krejt hotelin, se kur të kom miliardat, unë e rezervoj krejt hotelin aty. Edhe i thëm, hajde që tu kena me shku. E qysh po mendon ti? A që tu në TikTok i ka do me mi dhona të para? Jo, për TikTok, faleminderit shumë, maj për veti, sa të veç rrena janë. E qysh po mendon? Ti po mendon që tashti jem ka mendoj që ti një me i gjonë edhe që tu në TikTok më thu duhet mu taku, i kom, jo, duhesh me më thirë, me na thirë, jo veç mua. Po krejtve këtu qka i na konë si do mësot live kimi na thirë, me thonë hajdi, dikon, takohmi, edhe se unë sim ka du pare, të tua. Ja, faleminderit shumë. Mu knaq bashk, me bo diqka dhe ti për njerëzit, si korona. Se sim ka ti du keshune. Ja, faleminderit shumë. Maj për veti. Po desa ti bëj shtis, qështu si korone po më toket edhe ti. Drita përshëndetje. Kannst noch lange träumen hier im TikTok. Eben, sag ich doch die ganze Zeit. Deswegen sage ich ja das. Deswegen suche ich einen Milliardär, weil ich weiß, du ska Milliardär. Also, qka po du mi ju thonë unë njerëzve me këta? Që nuk jam hi këto me lyp fat. Se ma kanë lodhë që tu që tu m'ka arë shpirti me dalë. Tu më shkru shokët e mi pa nevoj. Eto, unë e këmë thonë, nëse je miliarder, ama ta s'jone në TikTok, miliarderat nuk kanë rrjete sociale heq. E për që ta po foli qështu. Për me qitë miliarderin duhet me shku ku shëmë thanë, Monaco. Në Monaco që atje. Për me shku në Monaco ka vynë pare. Ti bojna paret një herë me shku në Monaco. Me najta ma një 3-4 dit një javë, shka peti jone. Kur ti bojna paret me shku në Monaco, aty ta nej ban pak i gjinët edhe najfar. Miliarderi nuk i dihet. Ose në Dubai, dikush më ta me shku në Dubai. Po dhe për Dubai po vynë pare njerëzi, ka dalë një herë. Hajde, nuk e le se po mbyllet salën. Hajde se pe për mbyllni. Hin nga Milano, hajde, edhe ty Milano. Qashtë të sunaj, faleminderit që e ka bën like, ama mos e më thuj mu princesin. Bete, as bukuroshe, mani se për që jam bukuroshe, unë ju thash në fillim të lajfit, ajo qëre, gjonë edhe një matë mirë sa unë. Ajo dihet. Ka tuni që shihet, ka lauz nuk danë, kanë thonë. Ama balbe pasha zote edhe me qëtu përsha e bukuroshe qëtu, diçka që ka shihet lene se shihet. A lavdatat që mi jep një mu, komplimentet që i bani për ato që ka jënë, vëllaj po, jënë të mirë, pasha zote. Atëherë më kalzoni që definitiv jëmë ka bëj diçka mirë edhe për juve, edhe pse e dije. Qa me lyp në Dubai, thejka. Një miliarder me lyp, qësh qa me lyp?
ti që okay. Schon, me punë e titën e kushjeti. Bist du in Hamburg? Nee, bin ich nicht. Wieso können nur die in Hamburg Deutsch reden? Können wir in der Schweiz auch vielleicht Deutsch reden oder so? Hej, kaloni shumë mirë, faleminderit shumë. Miru pafshmi njera vetjera. Nëse gjoni miliardera apo miliardere, na ftoni më knaqë bashk. Nuk jam ka du pare kesh, faleminderit shumë. Jam ka du me bu diçka për njerëzimin. E kështu që, si çdo herë, respekt dhe shumë dashni për juve, për ta bëjë që të zemër të mirë çdo që havushi. Kaloni shumë mirë e dëgjohemi.